الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون المنافقون آية 9. Hamd falënderimet tona të panumërta qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastërt, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e dytë me radhë të temës që kemi filluar të flasim herën e kaluar, rreth pendimit, rreth teubes, kësaj cilësie që kemi thënë se meriton çdo besimtare me stolis veten e tyre, e kurse si nuk guxojmë të mendojmë se kjo është një cilësi apo është një vepër të cilën duhet që ta praktikojnë vetëm ata të cilët e dinë, do thot, për ramjen e tyre të madhe në mëkatet e mëdha. Padyshim se të tillët me siguri se është e domosdoshme, edhe duhet që të jenë të kujdesshëm, por neve në të njëjtën kohë e dim se Allahu xhaleshanuhu i përshkruan mu besimtarët me çështjen e pendimit të teubes, edhe atë me pendimin e sinqert për të cilin porositë thot ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të cilët keni besu, amanu mu'minin, besimtarve, nuk po ju drejtohet vetëm po besimtarve, o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu xhaleshanuhu, kthehuni tek Allahu xhaleshanuhu me pendim të sinqert, me taubatun nasuha. Kur fjala për pendimin, neve herën e kaluar kemi fol pak rreth edhe kuptimit gjuhësor të fjalës teube, e që është kthim, zbrapsje. Kthim do të thotë në qendër, kthim në bazë, ku në esencë edhe duhet gjithmonë me qenë njeriu, e që është shoqërimi jonë, do të thotë edhe të jemi gjithmonë me Allahun xhaleshanuhu edhe në kryerje të asaj që Allahu dhe pejgamberi alayhis salam porosisin. Por nëse ndodh e kundërta, e që njeriu kemi thënë se bjen në mëkate, e të cilat në esencë kemi thënë se ramja në mëkat është pjesë e insanit. Ramja në mëkat nuk është ndonjë katastrofë e madhe, përderisa e dim se jemi insan e nuk jemi melek. Jemi ata që pejgamberi alayhis salam ka thënë kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawabun. Çdo bi i Ademit është ai që bjen në mëkat, bën gabim. Thot po më të sinqertit prej tyre janë ata të cilët pendohen, kthehen. Sinqert janë ata të cilët kur e bëjnë mëkatin e dinë do thotë se kanë bërë mëkat, edhe ndalen edhe pendohen automatikisht, nuk e lejojnë veten që me qenë të vazhdueshëm në mëkat. Kjo nuk është të thotë cilësi e besimtarit. Këmbgulja në mëkat, duke e pas parasysh pasojën që e ka mëkati pas mëkatit, besimtari dhe besimtarja e sinqert nuk e lejojnë veten me qenë të vazhdueshëm. Se për ndryshe, e dimi edhe hadithin që pejgamberi alayhis salam ka njoftuar dhe ka thënë innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Thot vërtet robi Allahu xhaleshanu kur e bën një mëkat, një gabim, thot ati për te i vëhet një pikë e zezë në zemrën e tij. Fa in huwa naza wastaghfara wa taba, thot nëse ai pas atij mëkati automatikisht thot pendohet edhe kthehet, kërkon falje prej Allahu xhaleshanuhu, thot ajo pikë e zezë e tij do t'i shlyhet, do t'i largohet nga zemra e tij. Wa in aada zida fiha hatta ta'lu, por nëse kthehet prap, nëse ajo është i vazhdueshëm tash në mëkat pas mëkati,
Atëherë thot vazhdon edhe çështja e pikave në zemrën e njeriut, pik pas pike, pik e zez pas pikës së zez, derisa thot që t'ja mbulojnë atij zemrën. Edhe atëherë wa huwa ar-ran, thot edhe kjo mbulesë, kjo perde që do t'i vëhet në thot zemrës së njeriut nga pikat e zeza, thot është ajo ran që e qunë Allahu Gjeleshan në Kur'an, kella bel rane ala kulubihim ma kan jaksibun, thot përkundazi, kjo është ran që është vullosje, një lloj vullosje e zemrës e cila nuk ka mundësi me pranue çështjen e hidajetit. Kur do thot në zemra e njeriut arrin deri në këtë shkallë, që më unëzi më tansisht atina edhe argumentet më të forta, do t'i bish do thot ati çfarë dush argumente, çfarë dush delile, ndash logjike, ndash të arsyeshme, ndash në aspekte shpirtërore, ati nuk i bëjnë më punë. Edhe të këtill kemi has për fat të keq. Edhe e shohim do thot që ku me di çka me i fol, ku me di ca argumente që Allahu Gjeleshanu i ka afru, e tër kreatura me një fjalë edhe tër gjithësia është argumenti më i madh, i cili thret se ka krijues, i cili thret vazhdimisht në adhurimin e krijuesit që na ka kriju neve edhe gjithësinë të tërën. Por gjitha këto të tillit nuk kanë mi bo më punë, se është zemër më e vullosur, është zemër e nxirr që do të thotë çka, më nuk ka mundësi të drejtohet për shkak të punëve të liga të vazhdueshme në të cilat kanë ra. Në kësohet do të thotë padyshim e sjell njeriu çështja thot e harrimit të teubes, lania pas dore e kësaj cilësie që duhet me qenë e vazhdueshme në personalitetin e çdo muslimani dhe muslimane. Ymyti i gjatë është ai që zakonisht është duke i marrë në qafë njerëzit. Ymyti i gjatë me gjithë njohjen e shumë gjërave, me gjithë njohjen edhe të asaj që ka kërkohet prej nesh, e cila nuk po i mungon shumë kujt prej nesh. Por jase kur ti folsh të tillë thot ka kohë se unë ende i kam sot 20 vite. Tjetri që i ka 30 thot inshallah do të pendohem kur ti bëj 40. Ai tjetri që i ka 40 thot valla ka kohë deri në 50-at. Ai që i ka 60 e kështu me radhë derisa neve e dim do të thotë se çështja e ymrit nuk është kompetencë jona, edhe është çështje e fshehtësisë, edhe është ajo që pejgamberi alayhis salam na e ka ndaluar që eventualisht neve me qenë do thotë ymit gjatë në këto aspekte. Se ky ymit që është i ktill është duke i marrë do thotë në qafë njerëzit, e në këtë aspekt edhe pejgamberi alayhis salam na e ka tërheq vërejtën edhe ka thonë idha asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa wa idha amsayta fala tuhaddith nafsaka bi as-sabah. Thot ti kur ngrihesh në mëngjes, shëndosh e rahat, mos i fol vetes se do të jesh gjallë deri në mramje. Po thot edhe në të njëjtën kohë kur e mbrin thot mramjen, edhe bjen në gjumë, mos i fol vetes edhe mos ja borrafsh vetes se do të ngrihesh edhe në mëngjes. Sa njeri po qohet edhe po gdhihet në mëngjes e nuk po e zen do thot me një fjalë mramja. Sa njerin e hasmi në mramje, por në mëngjes nuk e shohmi fare, por e shohmi në mesin e varreve. Janë çështje, janë argumente të shumta që këto neve na tërheqin vërejtën se vërtet njeriu që i vesh teshat e veta dhe del në mëngjes, qoftë në shkollë, qoftë në fakultet, qoftë në punë, nuk është i sigurt edhe nuk e din se a thusi do të jetë vet ai që do t'i desh ato tesha, apo eventualisht gasali do t'ja hjekë dhe do t'ja ndron ato tesha. Janë gjëra pastruesi i gjenazeve thotë gasali që neve besoj se e dim këtë fjalë dhe njohum. Janë gjëra këto të cilat po them, ata të cilët i kanë parasysh të argumente, qofshin do thot ato lëndore, po qofshin edhe ato që kanë bëjnë me ajete dhe me hadithe, vërtet nuk e lejojnë veten me qenë prej atyre që janë kaq ymët gjatë. Edhe zatën të parët tanë kanë thënë se kjo çështja el musawifun, ata të cilët thonë pastaj, kjo fjala pastaj edhe ka kohë, kanë thënë se saufe gjundun min gjunudi iblis. Kjo fjala pastaj kanë thonë është ushtar nga ushtart e iblisit. Ushtari i cili ja hjeshon shumë kujt do thot çështjen e ardhmërisë së tij se ka kohë. Ka kohë do thot ende i ri. Ende do thot me një fjalë ka kohë do thot një herë ti kry disa punë, disa gjëra, derisa do thot martohem, derisa ti bëj kaq vjet, derisa të punësohem. Valla ka dalë se edhe djali dhe t'ia kryq çit shtëpi. Derisa ti martoj djel, derisa tjetrën, ai ka bo 60, 70, ende do thot nuk e shet udhës që një herë të ndalet, edhe ti kthehet vërtet Allahu xhaleshanu qysh Allahu ka porosit me teubetun nasuha, me pendim të thjesht, të sinqert.
Prandaj Allahu xhaleshan në ajetin që e lexuam në fillim, po na porosit kur fjala edhe për aspektin e evladëve pasurisë, ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, o ju të cilët keni besu, mos t'ua largon vëmendjen, mos t'ua largojnë vëmendjen nga përmendja e Allahu xhaleshanuhu, nga dhikri i Allahu xhaleshanuhu, thot evladët e juaj dhe pasuria juaj. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, ai që e bën këtë, që evladët e tij dhe pasuria e tij i bëhet shkaktar me harru përmendjen e Allahu xhaleshanuhu, le të dinë se të tillët janë të humburit, të tillët janë të dështuarit, do thot në këtë jetë. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Thot le të jeni prej atyre që shpenzoni thot në rrugën e Allahu xhaleshanu, atë që Allahu nga ajo që ju kemi dhënë. S'po na porosit që gjithçka që kemi krejt me dhënë në rrugën e Allahu xhaleshanu, me dhënë në ndihmë të varfëre, po thot nga ajo që ju kemi furnizuar. E që në esencë të tërën po të njofton se Allahu ta ka mundsu, por nuk po ta kërkon të tërën, po thot prej çasaj që të ka mundsu. Thot le të jesh prej atyre që shpenzon, do thot në rrugën e Allahut, prej asaj që ju kemi furnizuar. Edhe këtë thot bëne para se t'ju vije vdekja, e me rast do të thot robi Allahu xhaleshanu që zakonisht këtë e përjetojnë. Fa yaqul rabbi law akhartani ila ajalin qarib, o Zoti im, sikur të më ipshe edhe pak afat. Tani kërkon që ta kthen Zoti në këtë botë. Thot edhe të jem prej atyre që do të jap sadak, do thot, do t'i ndihmoj të varfrit, do të ndihmoj në rrugën e Allahu xhaleshanu, edhe ekun min as-salihin, edhe do të jem prej të sinqertëve edhe prej njerëzve, do thot me një fjalë të mirë. Është çudi kjo puna e insanit që ky njeri kërkon edhe qoft për disa momente Allahu më e kthye, edhe çka që ai të jep sadak, të ndihmon në rrugën e Allahu xhaleshanu, edhe të jetë hët prej besimtarëve të sinqertë. I kërkon për disa momente ta kthen Allahu xhaleshanu. E harron se e ka pas ditën të tërën, e harron se e ka pas javën të tërën, e harron se e ka pas muajin të tërën, i ka pas vite të tëra do thot para veti, edhe nuk ka qenë prej të tillëve. Tani në këtë moment po kërkon prej Allahu xhaleshanu, qoftë edhe për një moment, qoftë edhe për një orë të më kthesh o Allah, që të jem prej atyre që do të jep sadak, edhe do të jem prej bamirësve. Por Allahu xhaleshanu pe njofton këtë edhe neve. Wa la yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Thot por Allahu xhaleshanu kurse si nuk do ta vonoj çështjen e marrjes së njeriut, atij që ja ka caktuar exhelin, atij që i ka ardhur exheli, qoftë edhe për një moment. E Allahu xhaleshanu është mirë i njohur, do thot për atë që ju e veproni, atë që e punoni. Çështja e exhelit na gjithë e dim vërtet që është caktim i Allahu xhaleshanu, të cilin e dim se as nuk ka, do thot, vepër, as nuk ka element apo çfarë do mekanizmi i cili as që ka mundësi me e shpejtu, e as që ka mundësi, do thot, me e vonu. Por besimtarët janë të kujdesshëm para këtij momenti. Janë të kujdesshëm që mos me i nxan ky moment pa u pendu. Mos me i nxan ky moment që ata pa ju kthye Allahu xhaleshanu, e për të cilët edhe e dim se mos pendimi zvetën edhe është prej zullumit më të madh që ja bën njeriu vetvetes. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Thot Allahu xhaleshanu, ai që nuk pendohet, të tillët thot le ta dinë se janë zullumçarët, janë zalimun, ata të cilët i kanë bërë më shkurt padrejtësi vetvetes. Çështja e pendimit në të njëjtën kohë tonë pe e dim edhe në fillim e thash se është prej obligimeve të domosdoshme të çdo njeriu. Nuk kërkohet prej njerëzve të caktuar, po kërkohet që të jemi ata të cilët pendohemi çdo njeri prej nesh. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni që të gjithë ju tek Allahu xhaleshanu, që të jeni të shpëtuar, që të gjithë do të pa përjashtim Allahu xhaleshanu na thret neve për pendim. Pse se jemi njerëz prapë i kthehemi, hadithi që e tham në fillim që Allahu që pejgamberi po na njofton se nuk është asnjëri prej nesh që nuk bën mëkat. Nuk ka asnjëri prej nesh pra që nuk duhet me u pendu edhe atë madje vazhdimisht. Çështja e pendimit edhe
e mëkateve, do thotë edhe pasojave të tyre që lon në jetën e njeriut, jo edhe për një javë, apo një vjet, apo edhe 2 vite, po ndoshta edhe për shumë vite. Ekzistojnë shembull të shkëlqyeshëm, do thotë, në historinë tonë islame, të njerëzve të mëdhenj që na kanë mësuar se si duhet me përjetu besimtari mëkatin, për çka do të flasim inshallah pak më gjerë në hutbën e ardhshme. Por sot po i ceki vetëm 2 shembuj, e që është një prej tyre Muhammed ibn Sirin, ka qenë prej dietarëve më të mëdhej të kohës së vet. Ky njeri thot me një ditë, thot e pash hyra në xhami dhe e gjeta një njeri duke fal namaz në sejdë, ishte edhe e pash duke çajt. Po qanë nga friga prej Allahu xhaleshanuhu, por thot shejtani luajti me mu, edhe unë thash është duke çajt për sy e faqe. Është duke dashur mu tregu se është i devotshëm. Thot edhe prandaj për shkak thot të këtij qëndrimi, thot edhe këtij mëkati, thot edhe nebtu mundu edhe këte thot e kam bërë thot para 40 viteve. Thot prandaj edhe thot kultu li rajulin ja muflis. Thot jam ranë në një borxh me një fjalë të rëndë, thot për shkak të çiti mëkati që e kum bë në atë kohë. Në atë kohë do thot para 40 viteve pe e mban men do thot mëkatin që e ka bërë para mase do thot 40 vite. Është fjala për mekhulin i cili thot në këtë aspekt edhe më ka bërë Allahu xhaleshanuhu thot unë që mos të jem në gjendje më shumë se një vit, do thot unë me përjetu çështjen e thot të çajturit për hir të Allahu xhaleshanuhu. Se aspektin e çajturit për hir të Allahut të parët tanë kanë pas do thot për ditëshmëritë e tyre. Edhe ata kur ju kanë përmend argumentet e Allahut edhe ajetet e Kur'anit kur janë lexu, ata kanë çajt vazhdimisht, nuk kanë qenë me zemrat ngurta sikurse jemi ne. Për fat të keq. Prandaj me khuli në këtë rast thot e kam pa këtë njeri edhe çka kam menduar edhe kam thonë se për këtë është, prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu ma ka ndalu me një fjalë apo më ka privu nga çajturit për hir të tij. Ndërsa Muhammed ibn Sirini, që deshta me ecek të parin, thot esabeni deinun fakultu, thot më ka godit një borxh i madh. Thot edhe thash esabeni bi dhanbin, thot edhe mendova dhe thash se më ka godit ky borxh për shkak të mëkatit që e kam bërë para 40 viteve. Thot i shka është ai mëkat? Thot i thash një njeriut ja muflis, o i dështun. Një njeri thot një vllau besimtar, i është drejtu me këtë shprehje, jo me shprehje tjera çfarë na dina me i numrua ndaj njëri tjetrit. Po thot veç që të shprehje, edhe këtë thot e kam bërë para 40 viteve, e në qëtë bërë që këmë ra tash, mas 40 viteve pe logarit, se eventualisht mundet me qenë pasoj e qati mkati, i cilin esenës të ne ndoshtë nga njëherë dhe nuk e marëm fare gati si mkat. Nuk e marrim se jemi qashtë të zhytur në thotë të mëkate, e të cilat pa dyshim kur i lexojmë këta shembuj, na thrasin se duhet vërtet që të shpejtojmë me pendim. Duhet të ngutemi, do thotë të kthehemi tek Allahu xhaleshanuhu. Ky kthim i cili do thotë nuk është i domosdoshëm për çdo njeri prej nesh, se përndryshe ata të cilët janë ymyt gjatë për mëkatet e lëshimet që i kanë, le ta dinë se pa dyshim se kanë me u pendu në ditë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun.